Përmes një postimi në rrjetet sociale, gruaja e shpat kasapit ka treguar momentet e fundit e këngëtarit, ndërsa ai ndaroi jetë pas një ataku kardiak. Nderove jetë në krahët e mi, o jetë, sa të lumtur ishim që më në fund rojelit po i bënshin dokumentat në Itali që të mund të çonin sa më shpejt tek logopodet më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë se bashkëpunues në privatësinë tonë duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e rojelit. Nuk prite ta dëgjoje duke të thirrur babi. Nuk prite shpat. Nxitove dhe na le këtu vetëm pa ty. E le rojelin jetim o shpat. Në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty. Në kohën kur duart e tua i duashin më shumë se kurrë, si t'ja shpjegoj rojelit që babi nuk është më. Me thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të nëndante. Por pse i ndave nga jeta në krahët e mi? Pse ma kthute zemrën? Kështu o jetë. Inshallah takohemi në xhenet. Allahu të deshti pranë vetes. Për unë mezi përpres të zgjohem nga gjumi dhe të jesh këtu për ne.